Rreth 2 vite më parë, duke parë se disa prej institucioneve dhe ndërmarrjeve të qytetit ishin në godina të përbashkëta, u mendua zhvendosja e tyre. Gjithashtu u evidentuan disa godina në qytet, të cilat ishin të mbyllura e nuk po funksiononin prej vitesh. Projekti parashikonte që godina, të cilat nuk ishin më funksionale, të rehabilitoheshin e në to të zhvendoseshin institucione apo ndërmarrje të qytetit. Emergjente është zhvendosja dhe gjetja e një godine për ndërmarrje në shërbimeve publike, sektorin e ndriçimit, drejtorinë e taksave dhe tarifave vendore, si dhe policinë bashkiake. Një ndërmarrje dhe një prej institucioneve që do të zhvendosej në gjimnazin Shaban Demiraj, është edhe godina e të cilës është jo funksionale tashmë. Por një nismë e tillë edhe pas 2 vitesh ende nuk është realizuar. Në gjimnazin Shaban Demiraj ka mbetur pezull edhe projekti për zhvendosje në këtë gjimnaz, i cili prej vitesh qëndron i mbyllur të disa institucioneve apo ndërmarrjeve të qytetit. Siç mund ta ndiqni edhe nga pamjet pas shpinës time, duket qartë që në një prej shkollave të mëparshme të qytetit të Vlorës nuk po punohet për të rehabilituar ndërkohë godina apo edhe territori përreth në mënyrë të tillë që t'japet rrugë projektit apo nismës për zhvendosjen këtu të disa ndërmarrjeve dhe institucioneve të qytetit bregdetar të Vlorës. Me kalimin e muajve, godina e gjimnazit Shaban Demiraj vijon të amortizohet. Lagështia që prej vitesh mbizotron në të, ka nisur të rrëzoj muret për tokë, por ta hyrëse e saj është mbyllur e nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punimeve për realizimin e këtij projekti. Në brendësi të teritorit të shkollës nuk janë pastruar ende as mbetjet inerte të një godine e cila është shembur rreth 1 vit më parë, ndërsa institucionet dhe ndërmarrjet e lartë përmendura vijojnë të qëndrojnë në godina të përbashkëta me kushte që lëm për të dëshiruar, për sa i përket standardeve të ofrimit të shërbimit dhe kushteve të punës së punojësve dhe administratës.